për besimtarin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimani ka thënë besimtari është pasqyrë e besimtarit. Si pasqyrë. Këtë hadith e ka bërë Sheikh Albani Hasan. Hadithi është Hasan. Sa preciz fjala pasqyrë. Çka do thot pasqyrë? Pasqyra e besimtarit. Sa llojet pasqyrave kemi ne? A? Ka mundsi në kerr kur hipmi, i kemi 2 lloje të pasqyrave. Kur të shikosh nalt, të kallzon ai që është shumë larg pas teje në kerr. Kur të shikosh në djath, të pasqyra djathmajt e ke kerrin të qëtë shumë afër. A është realitet? Do thotë kena 2-3 lloje të pasqyrave. Një pasqyrë që të afron, një pasqyrë që të largon, një pasqyrë që të tregon realitetin. E ne kena nevojë për atë pasqyrë që na tregon realitetin. Nuk kena nevojë as për atë pasqyrë që na qet shumë larg, pa as për atë pasqyrë që na qet shumë afër, se nuk tregon realitet. E ne dojmë realitet. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë besimtari është pasqyrë e besimtarit. Do thot, je sikur njeriu do të thot prej këtij hadithit, kuptohet se çka do të thot pasqyrë e besimtarit? Do thot se besimtari kur ndalet para pasqyrës, kur të bën tush, apo kur don me dal jashtë, ndalet në pasqyrë dhe shikon veten e vet. I shikon vetllat, shikon mjekrën e vet, i shikon dhomta i katlat, këshir jakan, këshir diçka, edhe nëse vëren pasqyrë diçka, atëra ai kthehet dhe i ndron rrobat e tij, apo bën pastrim, apo i hek të mjetat e tij që ishin në pasqyre. E besimtari për besimtarin kështu do të më qenë. Nëse shet të vllavi vet në të mjet, apo në dukuri negative, as pasqyrë për vllajën e vet, duhet ta lajmëron në vllahun e tij se kjo nuk është në rregull dhe po shon një të mjet e tij. Shon një të mjet. Ashtu si i largon të mjetat kur e shen në trupin tanë, në pasqyre, ashtu duhet që të ne të pranojmë pe vllavit ton se ai don ta heke një mbeturin apo një të mbet që kena ne në trupin ton.